Unë librezën e punës që kam, kur dola në pension, nuk ka vend tjetër pune, vetëm sport. Jovan Gugu mbetet emblema e ekipit të futbollit Sopoti që prej vitit 1963. Sot, në moshën 73 vjeçare, ai shpreh nostalgji për sportin, veçanërisht për futbollin, që ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës së tij. Kjo fushë që unë shoh këtu tash, për shumë vitesh më kujton kalimin e rinisë time, qysh nga viti 1963, kur unë fillova të luaj futboll me ekipin e Sopotit. Unë isha në atë kohë mësues në fshatin Babje edhe vija dhe luja dhe futboll. Në ekip, pothuajse deri në vitin 1976 unë kam luajt dhe kam luajt gjithmonë mbrojtës i krahut djathtë. Të gjitha ndeshjet për ne kanë qenë të mira. Ne arritëm në një moment që në ekip ne ishim 11 arsimtarë. Domethënë, nuk ekzistonte mundësia e ofendimit për shokun me njëri tjetër. Në librazh, qytetarët e drejtuesit e klubit Sopoti flasin me respekt për të, duke vlerësuar kontributin e tij në zhvillimin e futbollit të qytetit. Futbollisti i mirë, futbollisti i fortë, i mirë, shumë i mirë. Jovanin e ka parë para fushë futbollit. Pastaj mbrapa ka qenë një drejtuesit e klubit me gjatësi më të madhe në këtë klub. Dhe mendoj që është njeriu kyç për zhvillimin e futbollit Librazhdit. Ka drejtuar të klub për shumë vite, midis cilave edhe në vitet më të mira, më të lavdishme të klubit tonë, në nivelin më të lartë të futbollit që sot është Superliga, atëherë ka dhënë parë.